Punimet në segmentin rrugor Baqallëk-Harku i Bërdicës, masat për sezonin turistik veror, investimet në plazhin e Velipojës dhe plani mobilitetit për qytetin e Shkodrës ishin kryefjala e diskutimeve të lira në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të këtij fundmuaji. Të përfshihej në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak është një kërkesë për interpelancë. Vjen si nevojë për ligjin 55/2025 për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa. Nën familje që a marr toka për rekonstruksionin e rrugës Harku i Bërdicës Velipoj. Rruga ka kryer që në 2019, shpronësimi i rreth 3150 metra tokë nuk është bë akoma. Janë rreth 8.500.000 lekë të vjetra për të gjitha nën familje. Ka pas më përpara probleme të hartave dhe është bërë një përmirësim përditësim i zonës. Dhe për një është vënu si procedurë, jo se është te i kalu se janë bërë dallime. Ajo procedurë është trajtu mas përmirësimit të hartave, është quajtur gjithë dokumentacioni pranë agjencisë të shpërndësimeve dhe është në procedurë. Për sa i përket sezonit turistik që në Velipoj që është në prag për rrugën që e miratu buxhetin e vitit 2024, kur mund të fillojnë ajo rrugë që edhe është e mujtën me fillu para sezonit, se nuk besoj që është normale që të fillojnë afër sezonit dhe të kena një kaos. Përsoj për këtë rrugës është në proces vlerësimit të ofertave, dhe me daljen e firmës fituese do shikohet mundësia që të fillojnë në kohë optimale pa pengu sezonin. Ndërsa edhe për Shatrivanin do vlerësohet mënyra ndërhyrjes që të jetë një ndërhyrje definitive dhe mos ketë, si më thonë, ripërsëritje të probleme. Po nga një situatë që lidhet me këtë pjesën e trafikut dhe vendosjes së këtyre rrugëve me një sens, me dy sense dhe kursive të biçikletave. Këto vendimarrje si po realizohen? Ne pa fillojmë aplikimin e planit të mobilitetit. Dhe plani mobilitetit është një nga ato plan që e ka zjarë me dy sence për sa i përket Parruz Xhabie. Kurse për sa i përket pjesës Shesh Demokracia, edhe aty ka plan për sa i përket lëvizshmërisë edhe vendosjes së biçikletave, po njëkom edhe pjesën ose kohën e duhur për me fillu edhe pjesën e aplikimit, jo vetëm atje, po pasuese në gjithë zonën e qytetit. Ne shpejt do prezantojmë edhe një plan të ri për sa i përket parkingun e pagesë. Pra shpejt kemi një propozim me një aplikacion shumë të ri edhe të fundit, i cili ka zjarë që përveç se gjeneron të ardhën e para, i krijon mundësi parkimit, pra që mos rri makinat ka 5 ditë, 6 ditë, apo bizneset ta marrin edhe ta shfrytëzojnë 365 ditë, kur në kohë ka banor apo ka njësi tjerë që mund ta përdorin më mirë. Ne u vendojmë që njërin krah ta kthejmë në parking me pagesë. Mes kartonit jeshil dhe debateve më herët me shumicë votash këshilltarët kaluan rendin e ditës, si përdorimin e fondit shtesë mbi atë të kushtëzuar për ndihmën ekonomike, gjithashtu të përcaktua masa e qiras mujore për banesat sociale që administrohen nga bashkia, si dhe ndryshimet në listën e përfituesve dhe niveli subvencionit të qiras për familjet që nuk përballojnë tregun e lirë. Një nga pikat e diskutuara mes të zgjedhurve ishte edhe plani lokal për veprimin e zhurmës në mjedis, tashmë i ndryshuar, ku kompetencat nga pushteti vendor i kanë kaluar policisë së shtetit. Çdo stacion plazhi është i detyruar të respektojë nivelin kufi të zhurmave. Pra, në secilin prej hartave janë vendosur edhe niveli kufi i zhurmave. Matja e zhurmave nga kush realizohet dhe a ka sot Bashkia Shkodrës instrumenta të cilat funksionojnë për këtë qëllim? Ndryshimet ligjore i kanë kaluar policisë së rendit. Kështu që është policia e rendit ajo që disponon edhe pajisjen për matjen e nivelit të zhurmës dhe mënyrën se si veprohet për matjen e këtij niveli. Policia bashkiake nuk ka kompetencë për vlerësimin e zhurmës në mjedis që lëshohet nga aktivitetet social-kulturore. Një plan që nuk mbron qytetarin, po thjesht mat zhurmat. Një plan që aktivitetet që bëhen për bashkiet i kalojnë decibelt. Është një plan që nuk mbron qytetarin, është një plan në letër. Prandaj na përmend në shtoj morarin 12 në plazhe, kena caktuar 2 zona prioritare në Rjoll edhe të Ada, po harrojmë klubet që janë midis shtëpiave, edhe aty decibelt janë maksimum dhe vazhdohet deri në 12 natës. Dhe kjo nuk është vetëm darkash, por është edhe drekash.
Në këtë mbledhje u miratua edhe buxheti vitit 2026 i ndryshuar, programi buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 i ndryshuar, miratimi i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm, ai transparencës, projekt vendimi për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin pyjor dhe kullosor, plani lokal, programi 5 vjeçar i strehimit social, i mbrojtjes sociale dhe rinisë, si dhe ai barazisë gjinore 2026-2030.